Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Luanit. Do bëj një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është besimi. Besimi apo kjo letër të fton të heqësh dorë nga nevoja për të kontrolluar çdo hap dhe të pranosh që gjërat po ndodhin për një arsye, të dashur Luan. Edhe nëse nuk i kupton menjëherë. Shpesh rruga drejt qëllimeve tona nuk është e drejtë dhe e sheshtë, por është e duhur për rritjen tonë. Shikoni këtu dy figura të ulura bashkë në këtë ilustrim tregojnë mbështetje, dashuri dhe ndjesi sigurie. Kjo është një ftesë për të pasur besim, jo vetëm në veten e juaj, por edhe në universin, në kohën hyjnore dhe në atë që na përkrah apo që janë në përkrahje tonë. Edhe kur nuk sheh për te hapit të radhës, dije që toka nën këmbët e tua është e sigurt. Çdo vonesë, kthes apo ndalesë ka një qëllim më të lartë, të dashur Luan. Lër gjërat të rrjedhin dhe beso se gjithçka po shkon ashtu siç duhet. Mos u mundo të kontrollosh as edhe një gjë.